si e shihni letërsinë në Shqip e sot? Ndikimet e përvojave të qendrave letrare që dikur depërtonin me vonesë, me vite, nga njëre dhe me decenije në periferi, sot ato komunikojnë, si thuaç, brenda ditës. Nuk ka stile, përvoja të fsheta që nuk depërtojnë në përvojën dhe imagjinatën dhe talentet e shkrimtarëve tanë. Mund të them se jemi një letërsi normale që i ndjekim këto hapa dhe për më shumë një letërsi me autore që po shpërthejnë edhe përmes gjuhëve të huaja. Kemi me 10 shkrimtar shqiptar sot në përbotën, në Evropë sidomos, që shkruajnë në 2 gjuhë, që vlerësojnë dhe marrin çmime të rëndësishme në për Evropë. Dhe thëna, është një letërsi që në një mënyrë po i kompenson edhe ato ritmet kohore kur kanë qenë më të plogështa tek ne, më të ngadalta.